gazirave ishte falimentimi i skemave piramidale. Pas hërnjës së komunizmit, Shqipëria po kalonte një tranzicion të vështirë drejt ekonomisë së tregut, me një sistem bankar pothuajse inekzistent dhe mungesë të rregullave financiare. Kompani si Vefa, Gjalica, Sudja, Gjaferi dhe Populli filluan të ofronin norma interesi jo reale për para, deri në 50% apo 100% në muaj. Shqiptarët të painformuar financiarisht shitën shtëpit, tokat, bagtit dhe futën kursimet e jetës në këtë skema. Llogaritet se rreth 1.2 miliard dollar u thithën nga këto kompani. Në fund të vitit 1996 dhe në janar të vitit 1997, këto skema nuk mund të paguanin më interesat dhe falimentuan. Qytetarët mbetën të pastre dhe pa asnjë qindar. Zemrimi u drejtua me njëherë ndaj qeverisë, së udhëhequr nga Partia Demokratike dhe presidenti Sali Berisha, i cili kishte lejuar dhe shpeshherë promovuar publikisht këto kompani. Protestat nisën si paqësore në janar 1997, kryesisht në jug të vendit, Lushnjë, Vlorë dhe Fier, por shpejt u përshkallëzuan në dhunë. Në fund të shkurtit dhe fillim të marsit, popullata, fillimisht në jug e më pas në mbar vendin, sulmoi dhe hapi depot ushtarake për t'u armatosur. Llogaritet se mbi 600.000 armë zjarri dhe miliona municione ranë në duart e civilëve. Në mungesë të shtetit, qytetet u morën nën kontroll nga bandat armatosura, si banda Zani Çaushit në Vlorë, Aldo Barës në Lushnjë e të tjera, të cilët vendosën shtetërrëthimin e tyre, duke ngritur postobllogje dhe duke bërë vrasje, gjokvënie dhe grabitje. Një nga efektet anësore më të papritura të hapjes së depove në vitin 1997 lidhet drejt për drejt me Kosovën. Rënja e shtetit shqiptar dhe rrjedha e qindra mijëra armëve krijoi një treg të zi, masiv, armatimi me çmime shumë të ulta. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre armëve, Kalashnikov, municione dhe armatimet e lehta, u kaluan përmes kufirit verior dhe ranë në duart e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ironikisht, anarkia e shtetit shqiptar u shërbeu logjistikisht grupeve guerrille në Kosovë, duke u dhënë atyre armatimin e nevojshëm fillestar për të nisur luftën çlientare kundër regjimit të Slobodan Miloševićit në vitin 1998-1999. Këtu mbërrim tek shpreha pa Shqipëri nuk ka Kosovë dhe pa Kosovë nuk ka Shqipëri. Dishni storë Kosova, informoni shpejt e sakt si Shqiponia.